Dëmet e vërshimeve janë evidente gjithandej, edhe fshati Vratnic ka pësuar nga kjo fatkeqësi. Njëra nga kishat e këtij fshati është shembur plotësisht. Banorët e fshatit thonë se kanë humbur diçka shumë të rëndësishme, nga se ata vet e kishin ndërtuar atë, e ndërkaq janë optimist se do ta ndërtojnë përsëri siç ka qenë. Kjo fatkeqësi natyrore tani shkatroi, na mbeti vetëm kryqi. Nuk e kemi njësoj sepse të gjithë shkonim atje. Natyra është natyrë, nuk mund të iket për kësaj. Kemi filluar ta pastrojmë dhe do ta ndërtojmë të njëjtën, ndoshta më së miri se çka qenë. Uji mori gjithçka, lumi shkatroi gjithçka, solli drunj, shkëmbinj, shkatroi. Беше добро наместено. Sikur se po e shikoni, edhe prurjet e lumit të Vratnicës nuk janë të vogla. Banorët presin se ndihmat për spastrimin e terrenit do të mbërrijnë edhe tek ata.